jemi rikthyer në Trokitje Dashuria. Mbrëmje magjike dhe plot dashuri për gjithë ju që keni zgjedhur në ekranin tuaj këtë spektakël. Në fakt, të mbrëmjet e fundvitit kanë magjinë e festave, ato të bukurat, ato pranë familjes, ato me ato bredhin që kur ndezim ato dritat në mbushin plot me ngjyra, me vibrime dashuri o Flori. Në fakt, kur mendon atë bredhin, është edhe si një ritual i bukur familjar. Të gjithë vendosin nga një copës, po jo vetëm për shkakun, mendoje në një shtëpi. Në një shtëpi aty me xham, Fjodora. Matilda, ka dëbor, ka një oxhak vuvulak. Po e mendoj, e di çfarë më kujton kjo në fakt? Vera aty të bëjmë këtu. Më kujton ato kartolinat. E mbani mend që për vit të ri e kemi patur zakon që dërgonim kartolina, e shkruanim me dorë, ja nisnim njerëzve që donim shumë. Po kjo tani është pak kështu old fashion, është si e vjetër, nuk përdoret më tani. E për fat të keq ke të drejtë, Fjodora. Sot quhen old fashion kartolinat, sepse sot kemi tag, kemi reels, kemi share, kemi snap, kemi Instagram, kemi edhe Tinder madje. Tinder, ç'është kjo? Se nuk e përdor ti? Jo. Kështu thoni gjithë jo. Në fakt nuk e përdorni ju, por e përdorin personazhet tona. Le t'i ndjekim, Tinder. Të shëndetje bukuroshe. Të lutem, mbaj mirë kamerën se po të shoh vetëm shpatull. E po nuk më nëzë kamera që se kam bicepsin e madh. Kuptoj. E po mirë pra, kur të kesh një kamerë që të nxe, flasim bashkë. Hajde mirë pafshim. Po dale, o në përkë, dale, se s'do prishemi për i biceps, të njihemi. Po që të njihemi, aman. Më fol pak për vete. Po qatë të zëmra jote ty, unë jam shumë i fort. Njerë kam thyrë dy tua me një dorë. Ti pas ke gjithë këto cilësi? Po, kurse obi kam... Palestrën. Po si e gjete aderman? Kjo ishte më e thjeshta. Po, unë jam tip që si jem direkt, motrax, ma e do të kollaj mua, unë t'je usura me njërin dhe për qa do të ashti? Po, me siguri, the, qa ke që shef? Po nga e dje, moj la, mase. Ne ishte shumë e kollajt për ta gjithë. Mua më pëlqen le robat, vishen bukur, e disi e kam dollapin andejun. Ja ta mendoj. Plot me roba me logo të mdha sa koka jote, dhe kur del mba një çantë firmë poshtë sjetullës që duken muskujt e kraut. Po ti që nga shtrigat që, se s'ka shanse ti t'ishtë gjitha. Po, shtrigja. Dhe po se mbyllet tani dhe po su shtuke, do të të bëjnë në një magji që t'i shfry ato muskuj që ke bërë me kreatin. Fotokopje katalik. Jo, muskut, ma, aman motra, ku të ishte montanjere, shikoj që kam shanë fjerin kot gjithë jetën unore. Wow. S'kemi. Gëzojmë që unë jam. Gjithashtu, më fort pak për vetën. Po, unë jam tipi qetë, nuk jam aventurier, jam kursimtar, punëtor, familjar. Fiksish më pëlqen mua. Imagjino kur të shkojmë në udhëtim në Paris së bashku, të shojmë kullën bashkë, ose në Kolashim, të lozim ato pabore. E di ç'ke? Ikim në Egjipt se ka shumë oferta të mira, të rezervoj? Si, po më falë tani se unë nuk të di as mbi emrin të thua. Krishtlindje në Prag, do t'ishte fantastike. Imagjinon do të që do ngelesha unë 7 zanë atje, edhe me 2 binjak. E mendon do të se si do t'i quajnë binjakët tanë? Të luta më se po më vendos në siklet tani. Unë duaj një dasëm të madhe. E kam shumë qef fustanin e bardhë. Nuk e kuptoj do të fare njerëzit që shkojnë thjesht martohen në bashki edhe kaq. Jo, unë dua dasëm të madhe. Ore, me kë jeton? Unë jetoj me mamin, babin edhe 2 motrat. Tek lagja ime ka oferta shumë të mira për apartament, kur i merr që nga themeli janë shumë të lira. Do të lë një takim? Jo, nuk bëhet fjalë të lëviz nga shtëpia ime, unë të lutem tani se më çorodite, ne nuk kemi takuar asnjëherë, edhe takimin e parë që po e bëjmë nëpërmjet telefonit. Ore, sa vjeç janë prinit e tu? 8-7-10. Në rregull, prinit nuk janë problem. Po motrat janë të fejuara, të martuara? Jo. Edhe kanë vendosur të mos martohen kurrë, të jetojnë me mua. Po nuk bëhet. Sa keq po më vjen. Mos u mërzit. Po s'ka problem se do kaloj. Disa gjëra thjesht janë të shkruar edhe